Tradhtia, unë nuk mendoj që duhet marrë, e para punës, më pëlqen të përdor fjalën pabesi, sepse tradhtin unë të paktën në mendjen time e lidh më shumë si diçka që ka të bëjë me adheun, me ato ndjenjat nacionaliste apo patriotike. Më pëlqen më shumë fjala pabesi, sa më duket pak edhe si më e butë, nuk më rëndon dhe aq shumë. Duhet kuptojmë që njeriu nuk është monogam. Dhe patjetër ka disa njerëz që e pëlqejnë monogaminë, e përqafojnë monogaminë dhe qëndrojnë mirë te monogamia, po ka ca të tjerë që nuk qëndrojnë mirë aty. Dhe tradhtia, si shumë veprime të tjera, janë pjesë e natyrës njerëzore, e biologjisë njerëzore. Dhe mendoj që... Ti e folë si teori, por çka nëse të ndodh ty? Ja, ta mbaroj si teori dhe do ta them se çfarë kam bërë unë kur më ka ndodhur mua. Dhe patjetër që është shumë e rëndësishme që t'i marrim të gjitha situatat apo ngjarjet pa emocion, nga larg dhe të kuptojmë se shpeshherë kur ka tradhti faji është i përbashkët, ose përqindja e fajit mund të ndahet pak më shumë te personi që ka tradhtuar, por ka përgjegjësi nga të dy sepse tango kërcehet me dy vet, pra edhe marrëvajtja e çiftit është me dy vet. Unë nuk jam tek ajo pjesë e njerëzve që thonë që një herë që ti tradhton për gjithmonë. Gjithmonë kur flas për pabesinë apo tradhtin, këshilloj një libër shumë të bukur, as të parët as të fundit, që është një libër që i dedikohet vetëm pabesisë dhe marrëdhënieve midis çifteve. Aq më tepër në epokën moderne ku divorcet janë kthyer në trend dhe një e drejtë të cilët e zbatojmë shumë me lehtësi, ndërkohë rikuperimi i marrëdhënies apo ushqimi i çiftit edhe mbasi ka pasur pabesi është sot një zgjedhje më e vështirë, të cilën unë e këshilloj nëse partnerët duan të vazhdojnë marrëdhënien e tyre. Çfarë kam bërë unë kur kam qenë e tradhtuar? Po, mua më kanë tradhtuar, e kam thënë disa herë dhe unë jam ndarë kur më kanë tradhtuar, sepse nuk kam qenë në gjendje që të menaxhoj as tradhtin, as emocionet dhe as atë zhgënjimin e madh që kam pësuar, apo që unë kam ndjerë, sepse çfarë të bën ty të ndjesh tradhtia, të zvoglon ty si individ dhe zvoglon atë besimin që ti ke te vetja dhe të bën të ndjesh i pamjaftueshëm. Kështu që unë nuk isha aq e edukuar dhe mirë informuar edhe për veten dhe për dukuritë që ndodhin rreth meje, që të menaxhoja në atë kohë tradhtin që më ndodhi. Tani që jam e rritur, nuk e di se çfarë do bëja, me thënë të drejtën, do më duhet ta provoja se çfarë do bëja. Nuk e di, mendoj që duhet të gjendesh në atë situatë dhe të flasësh realisht se si ndihesh, edhe sepse nuk mund të përgjithsosh edhe nuk mendoj që ka absolutizma, sepse dinamikat në mënyrën se si ndodhin pabesit apo tradhtin janë aq të ndryshme, kontekstet janë aq të ndryshme, sa për mua për momentin është e pamundur që të jap një përgjigje absolute. Kështu që do më duhet që të jem në atë kontekst që të them se si do sillesh. Në të kaluarën nuk e kam mundur ta kapërcej. Sot e ndjej veten më të pjekur, më të matur, por nuk e di nëse do mundesha prapë ta kapërceja. Nuk e di.